Pensionistët nga kjo e hënë kanë nisur të tërheqin bonusin e fundvitit, edhe pse është ditë pushimi zyrtar, zyrat e postave do të jenë të hapura. Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, bonusin prej 15.000 lekësh do ta përfiton mbi 540.000 persona, si të moshuarit që marrin deri 20.000 lekë pension, pensionet e invaliditetit, pensionet familjare dhe sociale, si dhe disa kategori të ndryshme pensionistësh. Ndërsa bonusin prej 10.000 lekësh do ta përfiton mbi 221.000 individ, si persona që marrin pension mbi 20.000 lekë, persona që marrin pension të parakohshëm apo përfituesit të trajtimeve financiare të veçanta. Bonusi i fundvitit mund të tërhiqet gjatë gjithë muajit dhjetor, ndërsa për ata që e kanë të pamundur gjatë kësaj periudhe, afati për tërheqje është deri me datën 30 qershor të vitit 2026. Sipas Ministrisë së Financave, në skemën e pensioneve janë allokuar rreth 7.6 miliard lekë, prej të cilave 5.9 miliard lekë shtesë për fondin e dedikuar për bonusin e fundvitit për rreth 750.000 pensionistë. Gjithashtu qeveria ka parashikuar që prej muajit janar të vitit të ardhshëm të ketë një rritje graduale mujore të pensioneve për të indeksimit të zakonshëm vjetor.